nga një anë Shqipëria vuan emigrimin masiv, po nga ana tjetër aty ku ka përqendrim popullsie, siç është fjala e Tirana ose qytetet e mëdha, më të madh. Ti e ke këtë përqendrim, domethënë gjatë gjithë ditës, edhe kjo është një atraksion turistik në vetvete, prandaj dhe Shqipërinë e kanë quajtur në përgjithësi një destinacion vibrant ose të gjallë, domethënë me një popullsi që edhe pse në shifra për ne shqiptarët që i di më mirë problemet tona të brendshme, po plaket me shpejtësi, e kemi ende këtë pjesën e dukshme që turisti e shikon lehtësisht. Pastaj komunikimi me vendasit është ende në nivele të kënaqshme. Do të thonë, ti ke një realitet turistik krejtësisht të ndryshëm në qytetet evropiane. Barcelona po bën protesta të vazhdueshme për t'i përzënë turistët. Në Firenze ti nuk gjen as në pikun e sezonit turistik në korrika, po në gusht në 2 të drekës, kam qenë vetë dhe e kam provuar, nuk gjen kështu spote turistike ose sheshe